Andon, të përshëndes, sa është totali kutive të hapura dhe nuk e di nga e curia e deri tanishme, çfarë pritet të prodhoj ky rinumërim? Po, jemi në ditën e 5 të rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës dhe deri më tani janë rinumëruar 443 qendra votimi, përkthyer ndryshe 175.000 vota ose 33% e totalit të votave të hedhura për qarkun e Tiranës. Pritet të zgjasë edhe 5 ditë tjera ky proces i rinumërimit të votave vetëm për qarkun e Tiranës. Deri më tani janë rinumëruar Kamza, Paskuqani dhe 4 Këzazë në bashkinë e Tiranës. Ndërkohë pritet edhe pjesa tjetër, si dhe 2 bashkitë e fundit, Kavaja dhe Rogozhina, të cilat kanë më pak vota në qarkun e Tiranës. Megjithatë, për të mos rënë në përsëritje me kronikën pararendse, deri më tani Partia Demokratike ka humbur edhe një vot më shumë nga java e kaluar, pra ka shkuar në 220 vota të humbura. Partia Socialiste shkon në 193 vota të humbura, ndërsa Partia Mundësia humb vetëm 8 vota. Pra Partia Demokratike është ende larg mandatit të 14 në Tiranë. Ndërsa sa i përket kandidatëve, aty ku ka garë reale, le ta themi, Ilir Ali Mehmeti përballë Jorida Tabakut është duke humbur më shumë vota, pra 61 vota po humb Ali Mehmeti, 22 Jorida Tabakut, ndërsa gara, le ta themi, e vërtet është tek Partia Socialiste, aty ku Blerina Gjylameti po shkurton diferencat me Olta Xhaçkin. Pra, nëse në numërimin fillestar diferenca ka qenë 140 vota, aktualisht Blerina Gjylameti ka fituar 3 vota, ndërsa Olta Xhaçka ka humbur 34. Pra, diferenca në të vërtetë tani është vetëm 103 vota që Blerina Gjylameti të marr mandatin Olta Xhaçkis në listën e Partisë Socialiste në Tiranë. Këto janë të dhënat e deri më tanishme, pritet, siç e theksova, gjatë kësaj jave të rinumërohet qarku i Tiranës, ndërsa javën tjetër pritet filloj qarku i Fierit, aty ku luhet për një mandat mes Partisë Socialiste dhe nismës Shqipëria BE, dhe në fund do të jetë një numërim i pjesshëm në Durrës. Kuptoj mirë, Andon, faleminderit për këtë raportim.